Hotel Adriatik, bar, restorant, pizzeri. Adriatik, një më kjetë vret veshin dhe t'ingëllon bukur, jo vetëm tek nartjotët, por edhe tek gjithë vlonjatët. Adriatik, Adriatiku i bar, restorant Adriatiku i Aleko Berberit, skuadra e futbollit Adriatik e Nartës, dhe së fundi këtu në bar, restorant, hotel Adriatik tek Lida Diamanti. Tu kemi kafeterjet, restoranti, pizzeria, tavolinat dhe qadrat për pushuesit, një ambient shumë i bukur dhe i kënaqshëm, ku frekuentohet edhe ushqimi bio nga Baqët e Nartës dhe nga agrokultura e qytetit të Vlorës. Thonë se Shqipëria nuk bëhet, po ja që bizneset lullëzojnë, dhe një nga këto edhe nartjotja e jonë që është kthyer nga migracioni i gjatë në Amerikë për gati 30 vjetë, ka arritur të ndërtoj me mundi dhe djersën e saj një biznes familjar. Vetë është me përparse në kuzhinë, me të shokin dhe me 2 çupat të cilat janë të pranishme në bar dhe kafe. Mund të themi se kjo është e vetmja pishinë në Orikum, dhe po të vish këtu në Orikum, të të pyesësh më çote pishina, çdo taksixhi, çdo njeri e di që do të vite Hotel Adriatiku. Është vetmja pishinë ku fëmijët dhe njerëzit banorë vërdall vinë dhe kalojnë orë të bukura çlodhëse. Të hyjmë dhe në ambientet e brendshme të hotelit. Më falni zonja Lida, që mund ta thoni për biznesin tuaj dhe çfarë arritje keni patur ju gjatë këtyre viteve në biznesin tuaj? Tani çdo biznes ka punën e vet, duke kaluar vitet edhe më shumë akoma, po ne i përkushtojmë 100%, prandaj kemi arritur një punë të jashtëzakonisht shumë të mirë. Kemi klientë nga gjithë bota, mund të them, që vinë këtu. Edhe unë jam shumë e lumtur, sepse kur klienti vjen i kënaqur, edhe neve bëjmë me krah. Po, Lida është drejtuesja dhe llogaritarja, ose si thoni menaxherja e hotelit, plus ka eksperiencë saj shumë vjeçare në Amerikë, ajo përvetëson dhe jo pak po 5 gjuhë të huaja. Kështu që çdo klient këtu mund të vijë nga Afrika, nga Amerika, nga mund të vijë. Qofshi mirë. Ja, këtu po futemi dhe në ambientet e brendshme të një dhome që gjetëm rastësisht hapur. Και στον ακόμα υπάρχει, υπάρχει που έχει
κλωρίνη στην κουζίνα και θα το σπίσει το νερό την κλωρίνη τα σακονάκια. Και βάζει λίγο αυτό στη δεξαμενή επάρα. Και συνέχεια όπως... Është rasti që vlonjatët dhe në veçantin artjotët të njihen e bijin e tyre, Diamanti, që ka bërë këtë investim. Gjithë të mirat.